Mbi 3.000 të vdekur në rrugët e Kosovës janë regjistruar nga viti 2000 e deri më sot. Kjo bëhet ditur nga statistika zyrtare të policisë së Kosovës, e që mesatarja i bie të jetë 120 persona në vit. E vetëm gjatë vitit të kaluar, 7.676 pacient morën trajtim në klinikën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës. Drejtori i kësaj klinike thotë se pacientët me trauma dhe aksidente zën vendin e dytë për nga numri i përgjithshëm që marrin trajtim aty. 1297 për tyne janë intervenuar, janë bërë intervenime, po foli për intervenime në sallën e madhe, në sallat operative të qendrës emergjente. Kurse për këtyne intervenimeve 249 pacient kanë shkuar për trajtim mjekim intensiv qendror. Sylla që ka përvojë më shumë se 2 dekada në mjekësinë emergjente tregon se trajtimi i disa rasteve të rënda ndikon emocionalisht edhe te ta. Kur në pyetje gjeneratet e reja, kur në pyetje fëmijët e prindërit nga presin jashtë për shembull edhe e dinë se është gjendja e tij edhe në fund duhet për më dorëzue edhe duhet për më dalë me komunikuar po në kesh, mirë po fëmia i ju se aty ka vdek, me vërtet ajo është një gjendje shumë e rëndë. Marr parasysh këtë, eksperti i komunikacionit thotë se shkaktari kryesor mbetet mospërshtatja e shpejtësisë së lejuar. Nuk mundet asnjëherë mu parandalu krejt, se jeta është relative, nuk është absolute kur gjë. Mirë po e kemi cek disa herë, e kemi thonë që qytetet duhet ta keni polici lokale, edhe pastaj të bazohemi shumë në inteligjencën artificiale. Jo pak, por shumë. Baza kryesore të jetë inteligjenca artificiale, kemi cek disa herë radarët mobil statik edhe kamerat, edhe policia jonë ta kryjnë punën siç duhet. Në disa prej qyteteve tashmë janë vendosur edhe kamera sigurie që menaxhohen nga policia e Kosovës, me të cilat është synuar të ulet numri i aksidenteve dhe shkeljeve të ndryshme.